Proces verbalin e keni marrë në mënyrë elektronike, ka vërejtje? Jo, miratohet. Kalojmë te njoftimet. Në këvend gjatë këtyre ditëve nuk janë depozituar akte të reja. Jo, me rendin e ditës, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Dukatit Madh Luksemburgut për mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit klasifikuar. Përpara se t'ia jap fjalën ministrit Balla, zoti Sheu, keni kërkuar fjalën për procedurë. Falenderit të nderuar kolegë, do t'ishe në nderin e këtij parlamenti dhe si një falje dhe korrigjimi të madh nga kjo maxhorancë të kalonin sa më shpejt në këto periudha projekt ligjin e paraqitur nga ne, një projekt ligj që lidhet me gjendjen civile për përcaktimin qartësisht që në Republikën e Shqipërisë njihen dy gjini, mashkull dhe femër. Është një domosdoshmëri absolute të krijohet, të miratohet ky projekt ligj për të mbyllur një mënyrë keq interpretimi që ju, të nderuar kolegë maxhorancës, kërkoni të bëni për të shtyrë pastaj në shkatrimin e konceptit familjes, në ndryshimin e konceptit adaptimit fëmijëve, në fundin e konceptit gender në shkolla dhe në pranimin e ndryshimit të genderit në mënyrë zyrtare. Pse e them të gjë? E them të gjë sepse ju përsëri po aktivizoni në këto momente planin tuaj, programin që keni paraqitur prej 2 vjetësh, por përsëri po aktivizohet për LGBT-n, në cilën thuhet qartësisht 3 pika të rrezikshme për shoqërinë shqiptare, që janë ajo që ju propozoni dhe kërkoni aty: kalimin në martesën homoseksuale, lejimin e adoptimit fëmijëve nga çifte homoseksuale, lejimin dhe nxitjen e programe gender në shkolla, dhe e fundi krijimin e mundësive për deklarimin e ndryshimit të gjinisë gjatë moshës dhe gjatë zhvillimit gjatë periudhës jashtë momentit të paslindjes. Është një rrezikshmëri e madhe kjo që paraqitet, unë do them, për konceptet e vërteta njerëzore të shoqërisë, një rrezik i madh për shoqërinë dhe prandaj ne në mënyrë të qartë kemi sjellë dhe kemi propozuar projekt ligjin i cili mbyll rrugë qartësisht kësaj gjëje dhe që është i pajtueshëm krejtësisht me kodin tonë të familjes, me ligjin e adoptimit të fëmijëve dhe heq çdo keq interpretim që ka dhe që mund të krijohet nga ligji për gjendjen civile, e cila akoma ka një mirëgullnaj brenda saj, dhe që ju të shkruar në të zezë mbi të bardhë në planin e veprimit për LGBT-n kërkoni ta shfrytëzoni pikërisht për të hapur rrugën në skutha kaq të rrezikshme të dëmtimit të dinjitetit njerëzor, të familjes së vërtet, të dëmtimit të fëmijëve dhe të futjes së koncepte të tilla të një populizmi liberal që sot ka marrë goditje të plot kudo dhe po merr në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Europë, pikërisht për të kundërbërë kësaj rrymë dhe këtij fluksi që kërkon të dëmtojë dhe shkatërrojë bazat e shoqërisë njerëzore. Unë nuk e di a do jeni në gjendje të dilni juve nga ky bodrum ku jeni futur, nuk di a do jeni në gjendje që këto ditë të miratojmë së bashku të ndryshim ligjor që ne kemi kërkuar. Në këtë mënyrë, unë sinqerisht mendoj që ju keni një mundësi të kërkoni falje shoqërisë shqiptare për dëmet e krijuara në këto vite pikërisht në drejtim të dëmtimit të themeleve shoqërisë. Mbas 11 majit jeni të bindur që ai ligj do të miratohet, këto ndryshime do bëhen, shoqëria do dalë nga skuthat ku e keni futur, por më mirë ta bëni ju sot sa jeni në të sallë. Faleminderit. Atëherë, fillojmë me paraqitjen e projekt ligjit nga nismëtari, ministri Balla ka fjalën. Spari, besoj që në emër të gjithë deputetëve të Kuvendit Shqipërisë, majtas dhe djathtas, të përshëndesim vendimin e Parlamentit Evropian në fillim të kësaj jave për të përcaktuar Tiranën dhe Shqipërinë si kryeqytetin e Europës në Ballkan, duke përcaktuar ngritjen e zyrës së Parlamentit Evropian për rajonin në Tiranë. Ky është një konfirmim tjetër i transformimit
të Tiranës në kryeqytetin europian të Ballkanit dhe natyrshëm të një vlerësimi tjetër në vazhdën e shumë vlerësimeve të tjera të Shqipërisë si një qendër, si një pikë referimi, paqe, stabiliteti dhe progresi në Ballkanin Perëndimor dhe jo vetëm. Ngritja e zyrës rajonale të Parlamentit Evropian Tiranë konfirmon qartë edhe një peshë të rëndësishme të Shqipërisë sonë, e cila do të vazhdojë të konsolidohet në mandatin ton të ri si shumicë qeverisë që do të burojë nga zgjedhjet e 11 majit dhe menjëherë pas 11 majit në fundjavën tjetër ne do të mirëpresim në Tiranë edhe komunitetin politik evropian, i cili është edhe, do ta thoja, tryeza më e madhe politike sot në kontinentin e vjetër, e cila do të sjellë në Tiranë udhëheqësit e Europës me përjashtim të Vladimir Putinit, nga presidenti francez Macron tek kryeministri britanik, tek presidenti turk, kryeministri grek dhe gjithë udhëheqësit e tjerë, përfshirë këtu dhe presidentin e Ukrainës. E pra, dashur qytetar shqiptar, Shqipëria sot është një moment historik. Zgjedhjet e 11 majit janë një vendimarrje historike dhe në këto zgjedhje shqiptarët do të votojnë për ta bashkuar Shqipërinë me Europën. Ky është mandati ynë i katërt në qeverisjen e vendit, është mandati historik që do ta bëjë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. E prandaj vota për Partinë Socialiste në 11 maj është vota për Shqipërinë Evropiane. Zonja e zotërinj deputet, qeveria e Shqipërisë vjen sot para kuvendit Shqipërisë për të kërkuar miratimin tuaj për një tjetër marrëveshje të rëndësishme me një vend antar të Bashkimit Evropian. Kërkojmë sot miratimin e kuvendit për të ratifikuar marrëveshjen mes qeverisë së Republikës Shqipërisë dhe qeverisë së Dukatit Madh Luksemburgut për mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit klasifikuar. Është një hap tjetër i rëndësishëm sa i përket forcimit të marrëdhënieve bilaterale me këtë vend antar të Bashkimit Evropian, për të cilët gjej rastin të shpreh falënderimet për mbështetjen e pakursyer që i kanë dhënë dhe japin Shqipërisë sa i përket përmbylljes së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje na siguron një kornizë të qartë dhe të sigurt për trajtimin e informacionit klasifikuar në përputhje me të gjitha standardet më të mira ndërkombëtare. Ajo ka për qëllim përcaktimin e disa rregullave të përgjithshme të sigurisë që zbatohen në informacionin klasifikuar dhe ka për objekt të mbrojë palët që informacioni klasifikuar i shkëmbyer në kuadër të bashkëpunimeve në fusha të ndryshme të mbrohet në përputhje me standardet më të mira të sigurisë, sikurse besoj ata që e kanë lexuar i kemi përcaktuar në këtë marrëveshje. Ratifikimi i marrëveshjes na jep mundësinë që të shkëmbejmë informacion të klasifikuar me agjensitë ligjzbatuese të Dukatit Madh Luksemburgut, sa i përket operacioneve të përbashkëta kundër terrorizmit, sulmeve kibernetike, krimit të organizuar dhe hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje do të na mundsojë që të forcojmë bashkëpunimin në të gjitha nivelet, qoftë në mes ministrive, qoftë mes institucioneve apo agjensitë e tjera ligjzbatuese, sa i përket shkëmbimit të informacionit klasifikuar. Gjej rastin ta informoj Kuvendin e Shqipërisë në emër të qeverisë se krahas kësaj marrëveshje, Shqipëria ka ratifikuar tani më, kemi një traditë të mirë edhe këtu në Kuvendin e Shqipërisë, ku besoj edhe sot
pak deputet opozitës që janë prezent do ta mbështesin me votë ratifikimin e kësaj marrëveshje, sikur ka ndodhur në momentet e ratifikimit të marrëveshjeve të ngjashme me NATO-n, me Bashkimin Evropian, por dhe me një sër vendesh partnere, qofshin këto në Bashkimin Evropian, qofshin në NATO apo dhe jashtë NATO, sikurse ka qenë marrëveshja me Ukrainën, marrëveshje me Polonin, me Estonin, pa dyshim me Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Greqinë, Bullgarinë, Gjermaninë, Kroacinë, Slovakinë, Çekinë, Letoninë, Sloveninë, Francën, Malezi, Rumani, Bosnjë-Hercegovinë, Hungari, Spanjë, Gjergji. Jemi, zoja zotëri deputet, në proces negocimi edhe me shtetin e Izraelit, sa i përket një marrëveshje në fushën e shkëmbimit të informacionit klasifikuar. E prandaj, pa u zgjatur, dua që t'ju ftoj ta votojmë ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe të falenderoj gjithë deputetët për mbështetjen që i dhanë edhe në komisionin. Pa dashur as pak, kryetare, të bëj replik me një deputet, unë di që propozimi për ndryshime ligjore mbi një akt bëhet kur ti propozon të ndryshosh një akt. Ndërkohë që nuk ka një akt që mund të ndryshohet me atë që tha deputeti parafolës. Republika e Shqipërisë i ka të përcaktuara qartë në aktet e veta kushtetuese dhe ato ligjore, dhe prandaj të ndryshosh asgjën është të bësh asgjë. Kështu që në këtë kontekst ka disa njerëz që gjithë jetën kanë bërë asgjë dhe pretendojnë që do të vazhdojnë të bëjnë asgjën edhe në pjesën tjetër të jetës. Megjithatë, si thoshte Mark Twaini, po i fole të gjithë budallënjve rrugës, nuk ke për të arritur kurrë në destinacion. Kështu që detyra jonë është të shkojmë në destinacion, ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ta bëjmë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, ta shohim flamurin ton kuqezi të valvitet për krah flamurëve të tjerë vendeve antare të Bashkimit Evropian, dhe shqiptarët e dim fare mirë që pas 11 majit përsëri këtë pamje do të ketë kjo sallë, sikurse e ka pasur në këto 12 vite, do ta ketë edhe për 4 vitet e ardhshme. Shumë faleminderit, na vaf mbar, suksese të gjithë kolegëve edhe kolegëve të tjerë që do të jenë pjesë e ekipit ton kombëtar Shqipëria 2030, së bashku me të gjithë të tjerët që do të jenë pjesë e jona në vazhdimsi. Faleminderit. Tritan Sheu. Faleminderit. Për replik vetëm. Për replik, po. Faleminderit. Ministri bën loj fjalësh duke mos respektuar as rregullat e etikës normale ndërparlamentare. Qose bëhet fjala për budallënj, ta mbaj për vete, budallënj nuk kemi në tjerët. E dyta, propozimi jonë është i qartë. Është një ndryshim ligjor shumë i qartë në gjendje civile, ku lidhje e hapur çështja e njohjes së dy gjinive vetëm në Shqipëri, mashkull dhe femër. Sepse në ligjen civile kjo lidhje e hapur dhe gjë që juve vetë, si maxhorancë, e keni të shkruar në programin për LGBT-n dhe thoni pikërisht dëshfryzuar kjo hapësirë për të kaluar në njohjen e shumë gjinive në Shqipëri. E keni atje të shkruar. Dhe për të kaluar pasaj në familjen homo, për të goditur kodin e familjes dhe në adoptimin e fëmijëve nga çiftet homo. Gjithashtu e keni të shkruar atje për të hapur programet e ndryshimit të gjenderit në shkolla. E keni në planin e veprimit LGBT të shkruar, bazuar pikërisht në këtë hapësirë që lejon ligji gjendje civile, të cilën ne duam ta korrigjojmë duke vënë qartësisht. Në Shqipëri njën dy gjini të shkruar të zezmit bardh, burrë dhe grua, gjë që mungon në ligjin e gjendjes civile, është një nocion i tillë në kodin e familjes, nuk është në ligjin e gjendjes civile. Dhe ju këtë e keni të shkruar, e pranoni dhe doni ta shfrytëzoni pikërisht në planin e veprimit LGBT për të goditur themelet e shoqërisë njerëzore, themelet e familjes, për të goditur fëmijët në shkolla, duke i futur në këto spirale të gjenderit kaq të rrezikshme për to. Pra, kjo është qëllimi jonë dhe shumë i qartë. Ne kemi propozuar një ndryshim ligjor
mirë të përcaktuar, mirë të shkruar, mirë të argumentuar. Është një mënyrë, si u thash, që edhe ju të kërkoni falje pikërisht për këtë rrugë 4 vjeçare që keni bërë dhe tentativat e mëdha që keni bërë për të shkatuar familjen dhe për të shkatuar themelit të shoqërisë njerëzore. Ne ju bllokuam, jeni të bindur që mbas 11 maj, nëse nuk e miratoni tash, do ta miratojmë ne në parlament me shumicën që do kemi. Faleminderit. Ramadan Lika ka kërkuar fjalën për procedurë, deputet. Faleminderit, kryetare. E para unë mendoj që si dhe parafolsi sot në një seancë të tillë unë i kisha kërkua këtij parlamenti disa projekt ligje që kanë ardhur në këtë parlament, si janë shumë të domosdoshëm, jo thjesht për ne si parlamentar sot, po për të ardhmen edhe për Shqipërinë, të shtyhen për licitacionin tjetër. Pse? Ne nuk duhet të pranojmë për asë dhe i moment vetën. Disa projekt ligje që janë shumë të rëndësishme, e mënyrë të veçantë për bujqësinë, si është një sektor shumë i rëndësishëm, ai projekt ligj sot s'duhet kalojnë për farnat dhe Bashkimi Evropian, nëse ne flasim për Bashkimin Evropian, asnjëri nga ne nuk e ka mohuar as nuk e mohon, jemi kënë pro, vazhdojmë të jemi pro dhe do vazhdojmë të jemi pro si Shqipëria sa më shpejt të marrë vend që realisht e meriton. E para, e dyta, me gjithë dashamirësinë time për çdo parlamentar, edhe parlamentare, me gjithë problemet që realisht kemi kaluar gjithë së bashku, unë e kam dëshirën time që sot me binje t'i them gjithë secilës për punën, angazhimit e tyre që kanë pas dhe janë munduar të japin ose të bëjnë më të mirën. Them gjithmonë për Shqipërinë, jo për vete, e theksoj. Unë shpresoj fort që e ardhmja ka me kënë më pozitive për gjithë secilin. Duhet falenderoj nga zemra të gjithë bashkëpunëtorët e këtij parlamenti që kanë dhënë më të mirën dhe kanë kontribuar për Shqipërinë. Shpresoj dhe besoj fort që parlamenti i ardhshëm do të jenë më produktiv, më i saktë dhe me shumë dashamirësinë që kam për kolegët e majorancës, duhet ta them sot që Shqipëria do ndryshojnë në zgjedhjet e 11 majit. Opozita e bashkuar do triumfojnë këto zgjedhje dhe jam më i sigurt që kur që Shqipëria mallështore do të jenë triumfuese. Ju falenderoj juve dhe mirënjohje për i pjesë shumë të madhe të kolegëve që kanë pas pasërti, janë kënd aft, sakt, pa asnjë lloj mlefi, që kanë bërë më të mirën dhe shpresoj dhe besoj që edhe pjesa tjetër për të ardhmen do bëjnë më të mirën. Faleminderit juve. Hapim debatin për projekt ligjin sipas listës regjistruar. Fjalën e ka Sali Berisha, nuk është në sallë, konsiderohet që ka hequr dorë nga fjala. Flamur Noka nuk është në sallë, konsiderohet që ka hequr dorë nga fjala. Fjalën e ka Petro Koçi. Kur dëgjoj në një projekt propozim nga opozita, gjykoj që semantika politike e fjalës i djathtë, në rastin konkret, nuk merr shkas nga antonimia me fjalën i majt, por më shumë me produktin bulmetor që quhet djathtë. Dhe jo si një antonim politik i së majtës. Tani ju e dini që mbrëm dikush një dashuria ime më kishte ngacmuar, duke folur në selin e PD-s. Inalienabile është një term në italisht që tifozët e Juventusit edhe në Shqipëri mund ta kenë fiksuar. Dikur, para ca vitesh, trajneri Juves
u bë dhe Mauricio Sarri dhe ati ngjitën këtë deklarat, si kur e kishtë thënë, për Juventusin inalienabile, i patrajnushëm. Ky është Sali Berisha. Është i patrajnushëm. I ziu lasivita që mund të heqë për ta trajnuar këtë njeri të patrajnushëm. Ky çfarëdo që të bëj, punon natë e ditë për Partinë Socialiste. Nuk kishte zgjidhje më të mirë se sa Sali Berisha për ta coptuar opozitën në copa madhështore të cilat do shqyen njëra tjetrën për t'i garantuar një arsye më shumë majorancës për të fituar zgjedhjet. Ku lexon ato ngjarjet e djeshme, ti e kupton shumë mirë që Rama është manjak i ndryshimit, Sali Berisha është manjak i prapakthimit. Dhe prandaj shqiptarët do votojnë me shumicë Partinë Socialiste dhe do japin dërmën kësaj opozite. I dashur Sali atje ku je. Ti je Sali Berisha, prapa të vjen ligësia. Unë jam Petro Koçi, prapa më vjen përullësia. Dhe jam krenar për këtë gjë. Unë edhe kur nuk fal, nuk hakmerem. Kur? Kurse ti mund të falësh vetëm pasi të jesh hakmar. Qoftë brenda partisë, qoftë edhe jashtë partisë tënde. Tani dy fjalë për sistemin zgjedhor që kemi votuar së bashku. Unë e kam thënë edhe kur kemi diskutuar mbi raportin që mbajti komisioneri zgjedhjeve, që isha kundër listës së hapur në nivel rajonal. Lista e hapur në nivel rajonal i kthen zgjedhjet në zgjedhje vendore, nga zgjedhje politike në zgjedhje vendore, në zgjedhje kryepleq. Dhe nga ana tjetër, ju e dini që politikës i ngarkojnë shumë mëkate dhe shpeshherë e përdorin politikën si alibi edhe segmente shoqërore për mos të qenë të sinqert lidhur me tmetat e veta. Por në rastin konkret, kini për ta parë, unë qofsha i gabuar, lista e hapur në nivel rajonal do kthehet në varrin moral të politikës. Nuk duhet ta kishim bërë dhe unë uroj që parlamenti i ardhshëm për zgjedhjet e ardhshme ta ndryshojë ligjin. Nëse do ta lërë me listat hapura, ta lërë në nivel kombëtar dhe natyrisht me opsionin që zgjedhësi të votojë më shumë se një kandidat. Kini për ta parë që lista rajonale e hapur do jetë një derë, jo vetëm një dritare, për krimin e organizuar. E pam në zgjedhjet vendore çfarë ndodhi. Dhe nuk flas për krim të organizuar që kandidon vetë. Kanë mënyrat e veta legale për të vendosur kandidat që i mbështesin ata, për të fituar vota, për të shqyer vota dhe pse jo dhe për të përfaqësuar në parlament. Kjo është një këshill aq sa mund të quhet e tillë, tani që unë nuk kam më konflikt interesi, sepse nuk do jem në listat e Partisë Socialiste, por megjithatë do të punoj ndofta më shumë se sa do të isha në listat e saj, sepse nëse do të isha në listën e hapur, sigurisht që nuk do guxoja kur të thoja votoni Petro Koçin, por do të thoja votoni më të mirët e Partisë Socialiste. I dashur Taulan mbështetje të plot për projekt ligjin që keni sjell në kuvend, sepse është një hap i mëtejshëm për të garantuar instrumenta modern sigurie edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë, por edhe për çështje që kanë të bëjnë së brendshmi me atë siguri kombëtare. Faleminderit.